E vërtet është, dhe problemi i kësaj opozite bën që të bjerë dhe standardi pushtetit. Sepse kur ti shikon që opozita është grop antiseptike, nën tokë, thua që e më mirë se këto plera këtu mbi tokë në rregull janë, punë e madhe. Do më thënë, imagjino, të kesh të problem në lagje, dhe thush prapë se puna ime që këtë paguina njone t'japi votat Edi Ramës, a mund mos t'i shof të tjerët. E ke parasysh se qatë merri i bëhet njerëzve, i bëhet qytetarizmit, se prandaj në zora kemi 2 javë që po merremi me traplikun e radhës të Salës që më kanë bjellë votat. Po, numros. Po, ndërkohë, kanë numrim, po del që pas kanë gri njëri tjetrin këta. Do thënë, po del tani, a kishin ai dyshim? Sinqerisht, a kishin ai dyshim që këto po ja vjedhin njëri tjetrit? Nuk ka dyshim, unë po them, më tregon një palë zgjedhje, jo të Shqipërisë, po ja u them dhe qytetarëve, dhe miqve tanë shumë të mirë. Një palë zgjedhje që këta i kanë bu vetë, PD-ja me PD-n mrena PD-s. Dhe këta, ku tin nuk e kanë myllë që i kanë thonë Anjonës që është më shnosht, ullu ke kjo ta myllim, ore po 20 veta jena, janë shumë fleta mrenë. Am këtu shkojnë 5800 fleta mrena. I kanë thënë dhe Albana Vokshit, dhe i bëvët si ullu që sa ta mylli që këtu, am këtu që të mëtë, 20 vetë jemi këtu mëlla, që kësa është fleta, ka që është i bi, do të me tonat e akën në fund. Do më thënë, nuk është se është kriju gabim, është autobus. është kriju gabim. është kriju gabim, nuk ke, është budallik tani të hargjosh kohën, frymën dhe thush, o po sikur se ka kjo këtë, sikur se ka kjo të është... E disha është një tjetër, sepse duhet i hymë një qik këti fenomeni, prandaj isha në dilemë këtë temë të zgjidhja. Një temë që duhet të bëj është pse shqiptarët kanë nostalgji për kohën e komunizmit, po këto do ta bëjmë të plot një herë tjetër. Po. Dhe ndikimin e OJF-ve, të cilat, dhe këto duhet ta diskutojmë një çik sot. Po. Sepse edhe PD-ja është një OJF. Është një OJF, është krijuesi i OJF. Më e drejtë se kaq nuk e kushton. Dhe amerikanët janë shumë të sinqertë, i quajnë këta agent të huaj. Barë. Neve i quajmë sjellës të demokracisë, sjellës të... Shumë e qartë. Janë shumë të qartë se nuk mund të lejojnë dualitet ata, nuk mund të lejojnë dy kuptueshmëri. Akti për agjenturat e huaja, për agentët e huaj, dhe të thotë, ti do regjistrosh gjithçka që paret që të vinë, nga vjen, ku i merr. Këtu po të pyesësh Berishën, ku i merr paret që zhvillu aktivitetin. Hajde se tani ja ka marrë dorën. Është duke na vjedhur ne, por si fillim ti e mban mend që i dha Grekut sa makinat, i kanë qenë sa gjipat vegjël, e mamen, i dha ati se mamen. Ma e men se njërën e... Greku i sollet ato ishin këshumë, si Amerikana, nga Greku e rënë? Jo, i Greku ato. 2-3 për e tyre i përru i Greku. Ja dha ndim partia Nea Demokratia, e Mitsotakis. Nuk e di, sepse... Jo, e që ishte e kampanë Laprak, mos gabohem, i kampanë Laprak, më faqet në dërpres, po ishte shumë ashu. Jeep Cherokee kanë qenë ata? Jo, asyja ishte kjo, se ishte një nga ato shgënjimet e para, prandaj ndalova. Thash, se thanë, është ndim amerikana, dhe që ka tillë. Nese, pas ka qenë greket. Amerikanët nuk japin ndihmë, vëlla, t'japin ide, po nese. Edhe unë thash, ore ku na bite për shumë ndim kinezja ishte të paktën e reakull, më angu të bite ndim muzikë ishte e re komplet, më kjo ajo ishte do më thonë, unë nuk e di qa bidon. E këshin gjell nga dheu, amë këtu sepse ashtu dukte, se thato terat i kështë të lidhë me këshu në dorë, thash, wow, që atë të me, do më qysh aty mu kriju, do më thonë, mu dhajo plasja e parë në mund të quj, jo mund për gjithë shqiptarve që është një shpreh italiane, si e ka pas ajo, që thoshtë si second citizen, am këto, si qytetar do është good for Albania.
E mirë për Shqipërinë. E mirë për Shqipërinë. Bono për Albaninë. Bono për Albaninë, bravo, kështu pas ka pas. Bono për Albaninë. Aty mu kriju direkt. Po e bënin kur në italianët, kur shkonin në universitete para vitit 239 dhe intelektualët tanë, ishin drugë, ke pra asysh. Aty shkote Bono për Albaninë? Bono për Albaninë. Nuk jepja bursën për Shqipëri dhe pastaj vinin këtu bënin filozofin, e ke pra asysh, si kështu do bëhet, do ndërtojmë Shqipërinë, do një mu të madh, bën asnjë fabrikë sapuni, nuk bën për nejse. Se tash po i qajmë këta, wow, si ata intelektualët, si u vranë, si u bën. Ne, dhe do doja të flisnim një çike edhe për ndikimin e këtyre ojshjeve, sepse po shikoj që këto partitë e reja, këto i marrin ashiqare parat nga ambasadat e huaja. Mirë po shqiptarët nga që janë mësuar të shkojnë të kërkojnë viza në për ambasadat e huaja, të poshtrohen aty të dikur. Dhe tash ju duke normal, wow, sa çuni zoti, ky merr lekë para mos. Fakt ai është kokra e spionit. Ai është kokra e njeriu që ty do të degeneroj nga ana psikologjike. Shikoj çka kemi bërë neve. Neve fabrika uzinat i quhetëm të komunizmit. Aty është mundi gjaku, djersa e shqiptarëve. Komunistët kishin vënë në rresht, po aty ishte mundi të gjithëve. Ushtria, sot ti nuk e ushtri. Jetë zero. Dhe bëhet fjalë që do modernizojmë ushtrinë, se do blejmë kaq automatik, kaq Javelin. Ti nuk e di për shembull, kanë qenë ne kemi pas raketa si Javelin, po ka qenë prodhimi rus, Strela, që ka qenë e njëjta gjë ka qenë për goditur. I sharruam ato. Ishin graso. Automatikët ishin graso. Ja u dham atyre të Kurdistanit, luftojnë për liri ata kurdët. Këtu kena mbetur s'kemi mas ato Simonovët, e ke për asysh të karabinën 59 që ishte ajo? Po, 59, po. Vejshë me sumela. Jo, tani, e di se është problemi? Jo, ta mbaroj. Neve nuk kemi më shërbim sekret. Një shërbim sekret i cili në botë zgjidh shumë hallë. Më kupton për shembull, sepse edhe kur fillon e kakaristi kundër vendit tënd, kur e di që është dikush që po të shikon edhe po të vëzhgon, i vë një çik frena gojës, më kupton? Po këtu janë bërë spionët, çohet një player thotë duhet të marrim pushkët të përmbysim pushtetin e Edi Ramës. Është përmbysje e rendit kushtetues me dhunë, vëlla, nuk ta lejon njeri në. Shërbimi janë sekret është bë fiks si këto si që është këto të ujësjelësit, e ke pësë, to s'bëjnë asë i punë, shkojnë mojnë rokën e ikim shpi. Edhe fusin me i shpion lëks, lartë e po. Ka për x i lidhjet palishme, thot kajtë. Po, jo, unë kam përshtyme se këto spionën njëni tjetër, një gjo se e pasha të ke kafja. Edhe unë pash ty se ke pa e njëri të kafe ikshim. Te qoftja, te qoftja. Se këshu për punë për atë dhe, unë nuk shop zero. Ty ti janë shitur të gjithat dosjet. Agentur, do më thënë, i ke dhe një goditje që do mbaj 100 vjetë, sepse në përgjithësi, agentët bëhen o për anën financiare, dhe në përgjithësi anën financiare s'kishte sigurimi t'i jepte para, ose për anën patriotike. Por në momentin që ti ma ke shit dosjen time, e ke telendisur lartë e poshtë në dosjen time, dhe të agenturës së huaj, në këtë moment ti ka humbur besimin si shtet serios. E kemi dhjerë dhe atë. Dhe këto, mendoj, dhe ti me të vërtet, me shumë të drejtë, bas analizës që bëni urren këto OJF-t, unë mendoj që është e gjitha puna OJF-të këto. Problemi është, po t'i kapim gjërat, sepse brenda fjalis u kapën shumë gjërat që ne... Dua të them fjallën mos anë ta le ty. Jo. Jepi ti makinës, po kaloj pasagjerën të vazhdo. Qa ndodhi tani sepse natyrisht unë kam pas kohë ndoshta jo në Shqipëri, po ma domeni edhe ke këta analistët botëror, kam mundësi të jap një 2 para men. Aq shumë e kam studiu këtë punë. Me sinqeritet, kjo pasha ka fare. Jo, mendoj që punta, pikvështrimi o të kontravers, ka bërë që njerëzit të fillojnë të shikojnë nga ana e një perandorie botën. Mos të shikojmë se neve jemi raja, neve jemi viktima. Jemi material që punon perandoria. Pikvështrimi jo,
na ka çu në Londër, na ka hyp te kulla Sahatit. E di çka kanë Dhe ndodhur ka thënë, tjetër? shiko si ju shikojnë, shikoj ju jeni mall kot. I duani për momentin, po e di si ju përdorin si ple. Sepse nuk jeni ju, kanë përdor X-in, Y-in, Z-ën, edhe Amerikanët, ata që i mbajnë me bukë, janë gati t'i përdorin si ple vetëm që të mbarojnë punët e tyre. Po. Jo, është doja ta shtoja çik këtë. Ky emisioni ynë, pavarësisht gjuhës përdor, pavarësisht mënyrës se kemi ashtu, po të them tani, neve shpesh qeshim sa s'qajmë dot. Bravo. Po them një të vërtet që kjo jepet të prendën për shembull programi dhe o të shtunën, o të dielën, o të hënën, o të martën të ke një shkrimtar nga këto gazetarët e famshëm që kap një këndvështrim të kësaj çfarë thon këtu, ose vetë Rama. Edhe Rama. E zgjidh në mohabet. Domun kjo është pas nevojë fare me qenë, si mund të mund të. Ne na vjen mirë sidomos kur jo, po kjo është detyra. Kjo është detyra, por ajo që do të ndaja në fakt ishte që një nga ato që më kanë ngel në trunë, që e përdorin shpesh, po unë se kisha, nuk e gjithmonë floshe, e ke parasysh se duhet të dëgjosh gjithë. Thoshe ky është idiotizëm më i madh, thoshe për shembull, PD-n e ka kriju sigurimi shtetit. Kjo është shprehje që gjithë e pranojmë. Përveç me. Më qëndron. Bravo. Se edhe Salin e buri Ramizi. Po. Ti ke një vështrim shumë revolucionar që unë... Po nuk është revolucionar, më është qa thonë ato, të është ai pedagogu ta thot, ta shpjego, ta demonstro, ti do të haqës kundër pedagogu, po shumë shkencëtar, më një gjë pedagogu një, se qa thot. Ardhja e Sali Berishës në krye të PD-s është thënë nga PD-is, nga shok të Sali Berishës, nga patriot që na vishin nga Amerika, që janë në për kanalet tona, i ke në për YouTube, që i bin në dakordsi që ky ka ardhur nga Amerika, kryetar i PD-s. Pra mjafton të futesh në YouTube, si të shofësh miq tanë shqiptarë që na erdhën nga Amerika me nani mu, se ishte një kryevepër fare, ishte gjë e gjatë, erdhi nga Amerika me nani mu, dhe hapi Klub Albania. Klub Albania ka qenë një kështu, Disco Albania. Okay. Bravo, aty ishte ajo, bile sa tha shumë bukur ai, tha doja pia çfarë mungoshin shqiptarëve nga perëndimi. Se kisha si patriotë, gjithë i thoshin aty ke komente, sa patriot, aty u pallu droga për herë pa, aty e mësuam ne se ku ishte qa ishte halli, aty filloi kurvlliku, aty filloi dali shala, musurrat, topi cicës, fytyrë, do gjitha qa ishin gjysë porno fillun të dalë aty, se aty fillun ato të parë, natyrisht shkoshin edhe goza, shkoshin gjithë më normalet në fillim, pastaj u bosi mod pse e shpreha me fjalë kaq banale, është që të kuptohet që nëse femra përpara kishte atë klasin e vet, kishte domethënë tërheqja e një mashkulli drejt saj ishte për pastëtin, ishte për klasin, ishte për feminizm, për atë feminitetin që kishte. Disco Klub Albania bone për herë pa që le më që feminitet, shohim këtë, amë këtë shisi ka dalë ajo të, e këtë qatë, ose vu droga këto gjona, pa ky ishte, që mos ta zgjasim shumë. Këto ishin dimat e pa. Dhe këta thonë që Salin e kemi zgjedhur ne. Do nuk lejnë vare, si alen në Ramizit hiq, sepse dhe vetë Ramizi, nuk e dhe mund prap, po e thot gjithë templeti që shpërdor kudo, nga Rumania që e vranë për 35 sekonda, i bon gjyqin, gjithë, me gjithë pluma 37 sekonda shkoj, e kudo më botë, po njëta gjë. Pra, kur erdhi viti 90, edhe Ramizit që thirrën në Amerikë,
Jabonat e tash si e do plumin kokës apo të bësh identik çfarë themi ne. Dhe kjo është një formë që CIA ka përdor kudo. Mos e ka përdor CIA, e kanë përdor këto le të themi këto tjerë. Po të njëjtës kategori. Pra Ramizi të vetmen të mirë që kishte, atë keqë, se nuk e di tash sepse është politika gjithmonë shumë e errët dhe dalin mas një 100 vjetër se çfarë është. Po që Ramizi ka pas në dorë vetëm kostumin e vet, çfarë kostumi të vishte, the mund këtë. Se ndoshta edhe bëjnë në kostumit, ata ja thoshin se çfarë do veshësh. Se pasi të bjesh shteti nuk ke mo. Është e pamundur. Më kuptove dhe çfarëdo që i veshet Ramizit nuk e ka mund me pastru figurën e Ramizit. Ramizi ndoshta ka qenë më bloz nga të gjithë tjerët. Unë e kam që të kuptohet thelbi. Dhe që të kuptosh thelbin është ky, që Ramizi në vitin 90, mos them që në 89, në momentin që ty në spunoa si fabrik, të kanë ardha të shokut, i kanë dhonë sinjale, tash i do ta lërosh me qef, a me dhunë. Sepse po t'i kthejmë vetëm një fjali që ta plotësoj këtë, është kjo që Ramizi që në gati në 87-ën, mos gabohen si vit, u mundua që me të gjitha lloj të mënyrave të bënte një lloj pluralizmi. O çuna i shkoi këtyne bashkime profesionale, boni mër partin vete, ku dim ne, i shkoi këtyne të rinis, zdim gjo, i shkoi në atyne të grave, na thuj për në gjellë, zero, se kishim të nëvarë. I morim lidhën e shkrimtarëve, doli Ismail Kadreja dhe në asë një mënyrë dhe se kam iden sa zhu, bravo, jo, dhe nuk i heqim ato panimet e vetë të komunizmit në botë. Nëse, tek çfarë në më gjithë këta, pse ishte pluralizmi? Pluralizmi ishte sepse t'ishe bloku komplet ekonomia dhe nëse doje të kishe buk në gojës, duhesh pluralizm, të po të kërkojshin, kaq. Dhe kjo mundu me gjitha format. Amerido, dikush mund të përgjësi, pse Sali Berisha, ku e njifte Amerika Sali Berishën? Unë kam pyetur një person shumë të informuar, edhe i kam thënë, ku e merë CIA situatën për Shqipërinë? Do më thënë, a ka agjenturën e vetë këtu, një tjetër, po, vepron me proxy. Po ishte through UDB-s, dihet. Edhe më tha, deri vitet 90, proxy për i CIA-s për Shqipërinë që e kishte informacionin e sa, ka qenë UDB-ja. Ajo kishte agjenturë në Shqipërinë. Ka qenë dhe Asfalia, po Asfalia u godit vitet. Ndërsa me UDB-n, sigurimi kishte vështirësinë, sepse UDB-ja përdorte gjithmonë material shqiptar. Dhe ma kanë thonë njerëz të sigurimit, gjithmonë... Qa ka nevojë me të thonë njerëz? Po mirë më, dalet të mbarojmë, po dalet të mbarojmë, të frasë. Po hiq më pas e mbarau. Okej. Po të shofësh ata që kanë mbështet Sali Berishën, që kanë morë dhe, që quhesh ajo, Shqipëria e lirë këtë televizionin në Amerikë, që ishin ato emrat, se këta e kanë mbështet atje, po të shofësh, këta shqiptarë o mëdhej, nuk kanë thonë i gjo me ndërtu Shqipërinë për vetë se me e dëmtu. Okej, po prita me nuk e... Pra janë të bësë qysh aty, këtu është. Dhe, këta, do më thënë, ishte vështirësia, sepse ti kur do godishe një agent UDB-s, faktikisht godisje edhe një shqiptar, sepse ata përdornin elementin shqiptar. Dhe kjo gjithmonë të e vinte në siklet kundër zbulimin shqiptar. Dhe shpesh herë detyrohej bënte budallajin në mënyrë që mos bënte goditje masive, sepse është përdorur në mënyrë masive agjentura me origjinë shqiptare. Por serbët e kishin shumë të qartë, ndërsa greku kote fundit ra, sepse greku ishte në pozicionin që ishte UDB-ja. Greku do përdorte material grek këtu. Po s'kishte pak edhe, nuk kishte pak. Jo, patjetër që nuk kishte pak, ai veproi më tepër mbas 90-s. Por sigurimi e kishte më të kollaj për të goditur se nuk godiste shqiptar, godiste grek. Dhe grekët për të ruajtur njerëzit e tyre
nuk përdorën, mbas disa goditjeve që morën në vitet 70, nuk përdorën më materialin minoritar, le të themi kundër Shqipërisë, sepse goditëshin njerëzit e tyre. Po edhe francezët vepruan, domethënë mendoj që ishin Franca të rekrutonte në Francë, në Paris. Bashkëpunonte me UDB-n në atë. Patjetër. Bashkëpunonte me UDB-n. Në veri ka qenë materiali më i madh, sepse kishte edhe Kosovën, dhe ishte masë e madhe e policisë. Dhe kjo bënte që sot për shembull, nëse kërkon një material CIA, informacionin u habita, informacionin shumë të saktë kanë austriakët. Ata e kanë informacionin e saktë se çfarë ndodh në Shqipëri, rrymat një herë tjetër. Pra nuk kam korespondent UDB-n Amerikët. Deri në vitin 90 kishin UDB-n në veri dhe asfalin në jug. Dhe kjo bën atë që do si u ra në mendje Sali Berisha. Ja ka çu dosin në UDB-ja, pra i ka thënë, ky është njeriu që mund ta përdorim ne ju. Po do bëjë në i punë për ne. Unë për shembull përpara viteve 90 nuk e kam dëgjuar zënë e Amerikës. Dhe di pse sa kam dëgjuar, po them të vërtetën fare. Një dy herë baba im duket më ka thonë hajt ta dëgjojmë çik zënë e Amerikës. Ti në atë kohë ishe anti komplet më kuzin të rëzi. Por të betohen për që kam më të shtrejt. Kur e kam një gjuhë zonë Amerikës, e kam thonë, kjo i drejtohet katunarve. Kjo nuk ka mundësi tjetë njëzorë. Te ka vonë sigurimi shtetit me tregu sa idiot janë. Një gjohë, pa shaka. Jo, të shkosh nga Hugoj, Dostojevski, Balzaku, që i përpia, ke zëri Amerikës, do ishte goditje e jashtëzakonshme, ishte një lloj si të shkoshe, e ke pasur kur jenë në pyll, që gjotë të cicerimat e zojgjve, e të një gjosh në njoni me grajnda, ose me brrrr, do identik. Sharë elektrike. Dhe të betohem, nuk kam asnjë lloj gjëje, sinqerisht të betohem. Kur e kam një gjuhë, nuk e kam majt dot as 2-3 minuta, thash, këto po ta, te ka vonë, domethënë, bona analizën time, thash, te ka vonë sigurimi i shtetit. Ka vonë sigurimi i shtetit, më thonë, shiqja idiotizmas, flasin këta. Që të vazhdoj prapë ke zëri Amerikës, se domethënë program më idiot dhe më për idiot sa i ska, pavarësisht se tash i duket normale, se po ta kapësh çka ka thonë 90-ën ose 89-ën zëri Amerikës dhe të futesh në studiot shqiptare tash janë një aty i ke, i lloj, nuk e di jam do